Ju përshëndes. Një vajzë shqiptare nga Kosova është dashuruar me një të burgosur i cili po pret dënimin sepse është dënuar me vdekje. Dhe ekzekutimi bëhet në datën 30 prill. Kjo është ngjarja e fundit që ka bërë bujë të madhe, ka shkruar edhe The Sun, por unë zbulova sepse kërkova. Nuk u binda me atë që më ishin shkruar dhe doja të kuptoja të vërtetën dhe zbulova disa gjëra që doja ta diskutoja me ju. Ndiqeni me kujdes këtë material sepse është mirë që ta ndiqni për të kuptuar disa gjëra sepse ka disa surpriza që duhet të dini. Ky është mendimi im, pastaj bëni si të doni. Si gjithmonë, kush është rastisht, nëse nuk e keni bërë ende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit për mbështetjen. Sinqerisht, po shoh që shkruani dita me ditë dhe siç e keni parë, nuk pagoni asgjë, kështu që është falas. Ju faleminderit, sinqerisht. Vajza shqiptare nga Kosova quhet Tiana Krasniqi dhe është 31 vjeçe. Ajo jeton në Londër. Zotëria që bëhet fjalë, ky që është dënuar me vdekje, quhet James Bronax, gjë e tillë. Dhe Jamesi është dënuar, është në Texas, nuk është në Londër dhe kjo është dashuruar, pra sipas kësaj gazete, gazeta The Sun, po jo vetëm këto, s'ka shkruar edhe gazeta tjera. Ndaj thash që dëgjojeni me kujdes. Por vajza është dashuruar sipas këtyre gazetave në distancë dhe është apasionuar fillimisht nga historia e këtij Jamesit, derisa ka zbuluar që ai nuk ka vrarë askënd, sepse ç'është e vërteta është pak komplekse kjo si histori dhe tani po ja u tregoj. Dëgjojeni me kujdes. Jamesi së bashku me kushuririn e tij në vitin 2008 ishin 17-18 vjeç atëre. Së bashku me kushuririn e tij shkuan për të vjedhur, por vjedhja u shkoi keq. Dhe qelluan me armë. Qelluan me armë, vdiqën 2 njerëz. Dhe në momentin që i kapën, menjëherë sepse u kapën menjëherë. Dhe në momentin që i kapën, gjatë procesit, James tha të vërtetën, tha i vrava unë. Dhe e dënuan. Nga momenti që bën gjyqin, e dënuan me vdekje dhe pritën që gjatë kohës të zbardhej sa më qartë çfarë kishte ndodhur. Mirë po, fill pas këtij gjyqi, pra pasi u mor vendimi, u hodh kushuriri i tij dhe tha nuk është e vërtetë që i ka vrarë ai, por i kam vrarë unë. Pra kushuriri që u dënua me burgim të përjetshëm, tha që nuk është e vërtetë sepse ku qëndron problemi. Jamesi nuk kishte probleme me shtetin dhe për më tepër ishte një vjeç më i madh. Dhe meqense nuk kishte probleme me shtetin dhe ishte pak më i madh, nga i erdhi gjuna dhe e mori përsipër fajin. Pra Jamesi që është dashuruar kjo vajzë shqiptare. Ndërsa kushuriri i tij që u dënua me burgim të përjetshëm nuk e mendonte që mund ta dënonin pra Jamesin me vdekje. Nuk e mendonte kur, tha mund t'i japin një dënim maksimal që të rrim bashkë në burg, për shembull, në një burgim të përjetshëm dhe kaq. Dhe kur mësoi këtë, tha e vërteta që ndodhte që e vrava unë, tha. I vrava unë që të dyta dhe jo ai. Meqense ai, pra jo Jamesi, por kushuriri, kishte probleme jo vetëm me shtetin, po ishte njohur në përgjithësi, ishte njohur dhe për më tepër tha që i vrava unë. Mirë po, ndonë se thanë kështu, pra të dy deklaratat, nuk e mori për bazë gjyqi, sepse tashmë ishte marrë vendimi. Për më tepër, me kalimin e kohës, mori edhe gjyqtar, me fjalë kërkoi nga gjyqtar të tjerë, Jamesi, dhe kërkoi ndihmën e disa avokatëve. Askush nuk e zgjidhi dot. Pra kaluan kohë dhe askush nuk e zgjidhi dot. Në vitin 2024, sepse përpara vitit 2024, kjo vajzë shqiptare njohu këtë të vërtetë, pra njohu të gjithë historinë e Jamesit dhe u apasionua pas historisë së tij. Në bazë të gazetave, si shton gazeta The Sun ose gazeta të tjera, thuhet që ajo u dashurua pas tij, por ka një problem. Dhe nuk e kuptoj akoma që pse po varen rreth kësaj historie dhe do t'ju them se përse. Problemi i parë kush është? Atëre, nëse James nuk e zgjidhi këtë problem dhe ai mori avokatët më të mëdhenj, atëre pse duhet kjo, duke ditur pastaj ana tjetër që Jamesi në datën 30 prill kryet ekzekutimi, ai vdes. Pra pse duhet të dashurohej kjo vajzë? Kërkova në të gjitha faqet dhe nuk gjeta. Atë që gjeta vetëm tek faqja e Jamesit. E gjeni në Facebook, mund ta gjeni faqen e Jamesit dhe
ai shkruan, me fjalë, ka vendosur shkrimin fjalë për fjalë të kësaj shqiptares. Ku ajo thot: unë jam Tiana Krasniqi, thot, jam 31 vjeçe dhe jam avokate. Dhe unë, thot, do luftoj deri në fund, thot, për t'i dhënë lirinë e plot, thot, këtij djali, sepse nuk ka vrarë askënd. Pra zbulova që Tiana është avokate. Pse nuk e thon këtë nëpër gazeta? Edhe vetë The Sun nuk e thot. Për çfarë arsye? Por thot një mama, thot, është dashuruar. Atëre mos është në një lojë e vet kësaj vajze shqiptare? Pse mund të jetë lojë? Do t'ju them se përse. Në këto raste, për të bërë buj, pra për të bërë buj që të merret çështja nën kontroll, përdoren disa teknika. Në këtë rast ka përdorur teknikën e duke qenë nën. Sepse Tiana Krasniqi është nën me të vërtet, ka një fëmijë, ka një vajzë 9 vjeçare. Dhe ajo shkruan në një post tjetër, gjithmonë aty tek James, se ka marrë Jamesi që ka vendosur aty, thotë që më mungon vajza ime, sepse kam 3 muaj pa e parë, sepse Tiana në këtë periudhë, në këtë moment, gjendet në Amerikë, pra gjendet në Texas, për të ndihmuar këtë djalë. Dhe vajzën e ka lënë me burrin e saj, si thot ajo, me burrin tim në Londër. Nuk e di nëse burri i saj është shqiptar apo anglez, por ajo e thot shqip, me fjalë shqip, në gjuhën angleze, po thosha shqip që e kam lënë me burrin. Atëre, pse nuk e thon këtë? Sepse kjo është akoma më e rëndësishme. Pra ajo thot, unë kam lënë, më mungon vajza dhe kam lënë burrin në Londër. Pra nuk e ka braktisur familjen, në sa e kuptova. Dhe nuk mendoj që është dashuruar me këtë, të paktën nga ato çka zbulova. Dhe pse thuhet tani që është një nën, është dashuruar, ka shkuar në Amerikë dhe për më tepër lexova edhe disa gjëra tjera që ajo mban rrobat e këtij, pra të këtij Jamesit në shtëpi, sepse nuk janë takuar vetëm aty tek xhami, me fjalë virtualisht, por jo nga afër, sepse nuk të lën. Ai është dënuar me që të ekzekutohet. Dhe kjo ka marrë rrobat e tij dhe i mban aty që me shpresë, me fjalë që t'i japin shpresë të prezencës së tij, thuhet në gazeta. Unë mendoj që e gjithë kjo është një histori e sajuar, nuk e di se përse, nuk e di nga kush, por mendoj që është e sajuar dhe nuk e kuptoj. Megjithatë do dëshiroj një komentin tuaj, ju çfarë mendimi keni? Sepse nëse është një kohë shumë e shkurtër, tani erdhi data 30 prill, dhe për të anulluar një dënim me vdekje, duhet folur, duhet bërë një diçka e bujshme, apo jo, kam të drejtë? Kështu që unë mendoj që kjo fjala që një nën që është dashuruar me një të burgosur, i cili është dënuar me vdekje, do ekzekutohet, dhe ajo ka lënë shtëpinë, ka ikur në Amerikë, etj. Unë them këto janë të gjitha lajme që duhen që të kërkojnë, që të ngacmojnë gjykatat, avokatët, politikanët. Të paktën kështu mendoj. Tjetra, nëse është e vërtet që Jamesi e thot e anulloi atë deklaratë që kishte bërë në vitin 2009, duke thënë më vonë, pas vitit 2009, duke thënë që nuk isha unë. U detyrova që të merja fajin përsipër, sepse mendova që nuk do më bëni gjë me qenë se unë s'kishja asnjë problem me shtetin. Dhe nga ana tjetër, edhe vetë kushëriri thot që po, thot, i vrava unë, thot, nuk i vrau ai, dhe faji thot shtimi, dënoni mua. Pra, duke qenë këta dy dëshmitar tani që flasin kaq hapur, pse nuk e kanë bërë edhe një tjetër kontroll, pyetja ime. Ose pse nuk bëjnë tani një kontroll të dyfisht dhe të thonë, të kuptojnë të vërtetën se çfarë është. Sepse sipas ekspertizave dikush thotë që ADN-ja e gjakut, me fjalë i përket Jamesit dhe jo atij kushëririt. Dhe unë doja ta diskutoja me ju sepse më ka intriguar ç'është e vërteta si çështje, se gazetat shkruajnë ndryshe. Ajo, pra vajza shfaqet ndryshe, ai shfaqet ndryshe, duke bërë dhe deklarata të tjera, dhe është një çështje vërtet tepër komplekse. Dhe unë dëshiroj si gjithmonë që të kuptoj të vërtetën. Për më tepër sepse vajza është me origjinë shqiptare. Ndonse jeton në Londër, e kemi nga Kosova.
Dhe kështu që do të dëshiroja një komentin tuaj. Tjetra, ju që jetoni andej në Londër apo në Angli, në qoftë se njihni informacione, mund që t'i ndani këtu me ne? Pra, qoftë se keni informacione, qoftë të familjes saj, qoftë të kësaj vajze, ose qoftë se mendoni që këto që po themun, teoritë që po themun janë të vërteta ose jo. Apo është e vërtet që ajo është dashuruar me këtë zotëri dhe ka ikur nga shtëpia. Ju çfarë mendimi keni? Unë nuk besoj, sepse zbulova që është avokate, zbulova që ajo i mungon vajza tjetra dhe duke qenë një avokate, ajo ka shkuar vetëm për të sfiduar profesionin e saj, pra për të qenë e aftë që ta liroj këtë zotëri nga të paktën nga dënimi. Ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja që ta diskutojmë dhe shpresojmë që këto komentet tona dhe kjo video me të gjitha informacionet brenda të shkojnë në vesh në njerit. Ku i dihet? Se edhe pse na duken paradoksale, ndonjëherë edhe një fjalë vetme ose në një kontekst që mund të klasifikohet si banal, mund të ketë gjëra të mëdha ose informacione që ndoshta ndihmojnë këdo. Pres komentet tuaja. Natën e mirë.